shihet që veprimi në këtë rast ju ndoshta më herët e përmendët ose edhe deklaratat e zonjës Osmani kanë qenë emotive, por nga kushtetuesja ndoshta edhe për publikun për ta risjell në këtë akt gjykim, kushtetuesja ka thënë se Kuvendi i Kosovës shpërndahet në 3 raste, nëse brenda 60 ditësh nga data e caktimit mandatarit nga presidenti nuk formohet qeveria, nëse për shpërndarjen e kuvendit votojnë 2/3 e të gjithë deputetëve dhe nëse brenda 60 ditësh nga data e fillimit procedurës së zgjedhjes nuk zgjidhet presidenti i Kosovës. Pra, nuk mendoni se zonja Osmani ka bërë një shkelje kushtetuese në këtë rast, duke e çuar vendit? A duhet Nuk ka deklaruar në diçka të tillë, nga përvojat e mëhershme që ne kemi pasur me vendimet e gjykatës kushtetuese, kur është bërë shkelje kushtetuese, ata domethënë kanë deklaruar dhe decisivisht e kanë cekur që është bërë shkelje kushtetuese. Ata nuk kanë thënë që ka efekt. Nuk është juridike, thot kushtetuesja. Urna? Kushtetuesja thot nuk është juridike vendimi i zonjës Osmani. Nuk është juridike, por nuk ka shkelje, nuk ka kur është juridike, detyrimisht ligjërisht nuk është saktë. Në bazë të leximit tim dallon kur nuk është juridike dhe dallon kur ti ke qenë antikushtetues. Domthonë presidenti Osmanit. A duhet ishte shmangur një gjë e tillë në rast se zonja Osmani nuk do të bënte shpërndarjen? Është një dallim kur ti bën kur ju domthonë bën një veprim antikushtetues, është një dallim kur në veprimin tuaj nuk ka përputhje tipike kushtetuese. Të paktën kështu në bazë të leximit tim. Po nëse zonja Osmani nuk do ta ndërmerrte një gjë të tillë, zoti Demaku, do të ishim në kushtet e një blokade aktuale deri në 31 mars, pra për të mos ndërmarrë asnjë punim në kuvend dhe të mos kishim lexime, rilexime që sjellin patjetër afate kohore, sikundër është kjo, edhe më pas që në llogaritjen ju e bë dhe më herët ndoshta do të shkojmë deri në verë. Unë mendoj që zonja Osmani ka rënë graskën e zotërit Albin Kurti, por vetëm ta përfundoj këtë. Një parti e cila i ka fituar 51%, siç është partia Lëvizja Vetëvendosje, dhe arrin që të krijojë kriza. Kjo nuk është me qëllim të mirë për shtetin e Republikës së Kosovës. Për arsye se kur ju i keni fituar 51%, krijoni një krizë pa nevojshme. Kur i keni numrat dhe keni mundësit se si të dëni, si të dëshironi ta bëni zgjedhjen e presidentit. Për arsye se me Kushtetutën e Republikës së Kosovës presidenti i shtetit është një figurë konsensuale. Dhe zotri Albin Kurti e di fare mirë këtë. Mirë po ai ka tentuar që nga dita kur e ka shpall rezultatin fituar dhe që nga zvarritja e procesit, gjithmonë ka kërkuar që të viktimizohet, të krijojë një situatë të re, të krijojë një krizë në mënyrë që gjatë muajve të verës dhe mund të futemi në zgjidhje gjë që siç duket do të shkojë ashtu. Pse bëhet kjo? Për cilën arsye? Kjo ka